أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. Lavdi gjithmoni takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, i cili është i përhershëm, i pa fillim dhe i gjithmonshëm, i pa mbarim, i plot fuqishëm mbi të gjitha krijesat e veta. E ka krijuar njeriun dhe ka krijuar gjinnin dhe ka krijuar melek dhe ka krijuar çdo gjë. Ka dashur Allahu subhanahu wa ta'ala walhamdulillah këtë ymmet si gjithë ymmetet para ymmetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të hjeshoj me muj të Ramazanit. Ta stolis me këtë muj që më të vërtet është madhështi e madhe. Në çdo iftar ku po merr një pjesë, po shtrohet iftari të gjithë në një disiplinë, të gjithë në një rregull, të gjithë në një parim, po e presin kërkush po e prek ushqimin me hangër. Çka janë të prit? Janë duke pritur lajmin, fjalën Allahu Ekber të ezanit. Janë duke pritur kohën. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar thënë hadithin kutsi, sepse se Allahu xhalla xhelaluhu ka urdhëruar thënë as-sawmu li. Ky agjerim bëhet sa është ibadet i msheft. Askush nuk të din a je agjerueshëm, a nuk je. Ky ibadet i msheft bëhet vetëm për Allah. Ta agjerimi shumë pak mundet me dëpërtua, sy e faqe, hipokrizi, apo munafiklëk, apo dyftyrsi, për arsye se është ibadet i msheft, kërkush nuk din a je agjerueshëm. Të namazi kret në shohin, të zeqati aj që i merë, po të shedorën, të haqëllaku edhe të përcjellin me shkua dhe kur të vish me të prit, të kreta punët ka kush më të pa, të në agjerimi s'ka kush të sheh, si të agjerojsh për Allah, edhe për askend tjetër. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu ja kalon të drejtën e këtij muji të agjerimit, edhe të drejtën e Kur'anit, për të cilën pak do të folim, edhe të drejtën e Kur'anit. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu wal Qur'an, as-siyamu wal Qur'an, këto të dyat, agjerimi dhe Kur'ani, yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah, bojnë shefat për robin ditën e kiametit. Çka do të thonë fjala shefat? I lutën Allahut më t'i falë ty gjunahat. Thot, agjerimi e kam lënë pa lezetet e ditës. As po ju hahet ditën dishka, as po ju pihet kafe. Bile me keqardhje, po tham duhanxhia thot, mu kanë qerru dy syt. Ç'to thot ai? Po apo të merë uja, apo untohësh, jo. Apo untohësh, jo. Apo e qtohësh, jo. Po mashallah, ja, sa të për cigare plasa. Do më thonë, shiko çka është hallit e, ama, për hatër të Allahut, me agjeru këtë muj, ndalohet prej kret lezetleqeve të dynjas. Edhe më rëmëment, çka është halal, natën bëhet haram ditën. Çka është halal netët e Ramazanit, bëhet haram ditëve të Ramazanit. Më rëmëment, ti të ka bon tash edhe ujë e haram. Hapi ujë. S'po thëmë për alkohol, ai haram është natën edhe ditën. Fjetja me familjen tënde, natën është halal, ama ditën hajtë guxo. Një guxim që ka bën, 2 muj dënohet me agjerim, edhe një muj, edhe një javë, edhe një ditë kaza plus. 2 ditë me gabuar
Fjetja me familje, 2 muaj atë dënimi ko. Ka me agjeruë 2 muaj, plus një ditë kaza atë ditë që e ka prish. Edhe çka është ma interesant, sunë zen se vapin asaj ditës të Ramazanit. Pse? Ato ditët nuk janë më të mujt Ramazan, janë të mujve tjera agjerim. Shiko çfarë rregulla. Ky din ka madhështi, ka rregullave, elhamdulillah. Elhamdulillah. Thot Kurani, ja Allah, edhe natën se kam lënë rahat, unë këte më ka lexu mu, dhe më thonë ka lexu Kurani. Ditën agjerim dhe punë, se njeri nuk on veç si të agjeroje nuk punon. Mos mendoje dikush që agjerimi u bon fars për dëmbelet. Jo, agjerim dhe punë është. Kur të mundohet shumë, që s'po mundet me i përballu trupi, nalësh. Jo me punua ku me disa që s'po muj valla unë shtrina për toke, veç me prish se marova. Jo, kështu zoti se ngarkon robin kështu. Subhanallah, aje din qësh i regulon gjerat, ama që 2 javë gati për në bëhen freskin këtë muj, në verë freski, subhanallah. Llogarit në vendet e nxehta që janë tash në vendet e gadishullit arabik e të Afrikës qendrore kush ka arrin temperatura 50-55. Po secili popull në vendin e vet adaptohet sa ashtu Zoti ja ka caktuar. Ky është muj i madh, prandaj angazhonu me to më tepër. Në 2 hadithet të cilën do t'i theksojmë inshallah taala, do të marrim mësime të mira inshallah taala. Sepse në këtë muj, si kur që thamë edhe javën e kaluar, në këtë muj ka bereqet të madhë, sepse a muj edhe i leximit, për arsye se në këtë muj Kurani ka zbrit, e Kurani është libër i leximit. Shehru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Po mos mush me lexua si kur që ju kam thënë, ndëgjone. Se tash pas ka programe shumë të mira në këto farë celularet që i keni të gjithë, jo të gjithë nështë apo dikush e dikush, ose interneti, një pjesë, një sure, këtë sure për ngoj sot, surën tjetër ngo nesër, surën tjetër ngo mas nesër, qasaj që i thejmë na këtu popullor që, ajo fjallë arab që, mukabele, ku lexohet Kurani e tjeri të dëgjojnë. Bane edhe ti, celularin tënd me të lexua ty mukabele. Çka on fjalë mukabele arab që? Me lexua dhe me ndëgjua karshi. Lësho celularin sot surët al-Bakara, e kjen program. Edhe ngo kret. Nesër, Ale Imran, ngo kret. Mas nesër, surët al-Nisa, edhe ndëgjo kret. Edhe marish se vapin në fund të hatmës e Kur'anit. Allahu Gjelle Gjelaluhu ju në mundësoft kështu me ba. Jo dhe në Ramazan nga muzike, nga këngë. Relaksoju me muzikë, me harame e me këngë. Dituria në këtë muj është e vequme. Dituria është e vequme në këtë muj. Sepse Gjibrili, a.s. në mujtë Ramazanit, ja përsërit të Kur'anin pejgamberit. Çka i ka zbrit gjatë vitit, për 11 muj, kur vinë të Ramazani, ato ja përsërit të Gjibrili, Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Prandaj është muj i diturisë, nuk ka muj i demelisë, muj i diturisë. Prandaj unë ju nxis të gjithëve vetin edhe juve, thëmë lexoni pa ndalë, edhe unë vetë për çdo ditë lexoj, jo vetëm Kur'an edhe literaturë tjetër teologjike lexoj, për arsye se njeriu sa më shumë të lexon, normal që i ka vlerën më të madhe, po është aq edhe më i freskët me lexim, sepse tash edhe keni çka me lexua, sepse i kemi librarit plot me literaturë të lloj-llojshme teologjike. Në një hadith që po duam të theksu para juve, është hadith në librin Hullijet al-Awliya lil Hafidh Abi Naim. Këto ata që lexojnë për mja ditë adresën ku e mora. Transmeton Aisha radiallahu anha, gruaja e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Aisha radiallahu anha, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ghashiyetkum as-sekretan. Ju ka dehur juve
ose popullor që shfolim na, ju ka pin, ju kanë pin, ju ka dehur juve dy gjëra. E para, hubbul ish. Veç dojmë me jetu e me hangër më knaqë. Veç me hangër më knaqë. A ki përgjegjësi të punës, të babës, të nënës, të vladit, të gruës, të vatanit, të këjshive, të farefisit, të popullit në përgjithësie. Këtë në dynja, se cili person, se cili individ ka përgjegjësinë e vetë. Nuk mundesh me jetua, unë s'kam përgjegjësi. Ka përgjegjësi presidenti shtetit, ka përgjegjësi minister filani falani, ka përgjegjësi hoxha mësusi, baba dhe u kry. Jo, se cili s'ka individ këtu në dynjon që e shkel këtë tokë, e s'ka përgjegjësi. Jo, kretë kanë me dhonë llogari për Allahut. Edhe burri, edhe gruja. Po thët, pejgamberin këtë hadith, ju ka ju ka kaplue dehja, pimja, veç po doni me jetu qështu, veç mu knaq. Kjo jetë nuk është kështu. Allahu s'ka dash, nashta ti po duhesh, po së ne bësh. A mu ne bësh dynjan ti gjenet? Bashkë kur duhesh me e bësh, sa mundi është këtu. Ju kam theksu disa herë vetit dhe juve, një buk me hangër, vetëm buk me hangër, logarit një sa deri të vjenë në sofër, vetëm buka, jo tjera të gjëra, vetëm buka, do lavru, do mjell, do kor, do maskorjes shimja, apo ajo që i nëzirët kokra, maskorjes, e do të mu bo mjell, e mu gatuë në shpi. Ose në fur, gatumja, pastaj një procedur, një proces krejtësisht tjetër ma të kaluaran. Vetëm buka, kjo është dynja. Na dojmë shumë më knaqa, ma që së në knaqa është këtë shumë. E në ahiret, nëse e fitojmë, inshallah, biiznillah do të fitojmë ahiretin, në ahiret qka është? E në ahiret s'ka pun. As namaz s'keni me bo në ahiret. As s'keni me agjeru në ahiret. As kemi me dhonë zeqat kuj në ahiret, as kemi mu lodh në ahiret, as robat s'kan me në u përly në ahiret, as kemi mu moqmu, mu plak, s'kemi mu plak, as era keqe s'ka me në ardh në ahiret, edhe qka kemi me pas? Allahu po thot në Kur'an, walakum fiha ma të shtehi anfusukum, walakum fiha ma të da'un, nuzulam min gafurir rahim. Dhe në gjennet, qka t'ju shkojen dërmend, po du me fluturu, fluturo, po du me shku me pa filanin shkëshihe, po du me hangër që t'pem, vetëm kujtoj ajo që aty me t'ardh, kutufu ha dania, me t'ardh që aty jo ti mu munua. Allahu rizk në bovë gjenetin. E kjo dynjoja një buk thash, e me marua një shpi, një shpi ka një herë dikush që ashtu Zotja ka caktu dikuj, bënëve ki ndodhë që jeton jetën një shpisë në maron. Dikush kush punon ma shumë, Allah i kuj që i ka quë rizk ma shumë, i ka shtruhe bereqet ma shumë, mranda jetës mund të amaroj një shpia, dyja ma shumë a kudjuna, ama një jetë këtu për duhet me punua, subhanallah, jetën për një shpi, jetën për një shpi që në fund ki me lonë, të nëzjarin për asaj shpisë. Sa e mira ma, si të dale shpirti, me jergone me dyshek edhe ato, ke pa? Me jergone me dyshek, as salon ato se gërditën, pide e mo me fjetë dyshekin tëndë. Me jergone me dyshek e i plasin që atje, treja jonë, treja gjuj për jashtë, se s'pijdona. Po të babës kene, të vlaut e vladit vlaut, eq që ti jashtë. Që ka që kjo dënjon, subhanallah. Ama në ahiret që shme fitu një gjenet, në gjenet që shme fitu një shtëpi, po thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në plot hadithet, shumë thonje, thot, kush e maron një gjami në dunjo, Allah ja maron një shtëpi në gjenet, kush këto në gjenet, po ka dhe një maleta që është prej kretave, kush i fal 12 reqat sunet në dunja, Allah ja maron një shtëpi në gjennet. 12 reqat sunet.
Ato kreti falim, inshallah kreti një 5 vakët li. Cilat janë ato? 2 sunet sabahit, 6 janë të drekës, 4 para farzit, edhe 2 mas farzit, edhe 2 të sabahit u ban 8. 2 janë mas farzit akshamit, u ban 10. Edhe 2 sunet janë mas farzit jacis, u ban 12. Kush i falë këto? E këto kush i falë edhe farzin, e ka që urdhën e Allahut në vend, e ka një shpinë xhenet. Kjo ke e para, ju ka kaplua juve mu knaq. E s'ka këtu pas, në dynja pa u sprovu e s'ka. As muslimani, as jo muslimani. Musa a.s. Hazreti Musa, a u sprovu e shumë me faraonin. Me faraonin me pas pun. Mirë. E faraoni a u sprovua, po si su sprovua në detë, vdiq. Qëfar sprove për dhe ma shumë? Sa i kërë pa rrugën e Musës, që u qelë deti, a i kujtoj që i ka më najtë ujë këtonë, si kërë për këtonë që për i për atë parin. Edhe a i tha, hajtë se ku përri ujë këti që shto, edhe mu ka më najtë. Ja, si hini ati, mbarej filmit. A u sprovua, jo në sprovua, do më thonë, jo vetë muslimant, edhe jo muslimant, dynjoja është jetë e sprovave, o vllazërit e mi. Këtu kretë kanë me pas sprova, të lloj-llojshme. E kanë pyet pejgamberin, po kush më shumë, ja Resulullah, ka thonë më shumë do të sprovohen pejgambert, andaj do të fitojnë xhenetin më të lartë, mas shumëti, mas najtë të ngjajshëm me ta e të ngjajshëm. Sa më shumë tjetë imani i fortë, të Allahu robi do të ketë sprovën më të madhe për të fitua ahiretin xhenetul firdaus inshallah taala. E dyta po thot çka ju ka kaplua juve. Ju ka kaplua po thot jahillëku, jehli, ignoranca, mosdia. Kur t'ju kaploje jeta e lezetshme, lezetleqet e jetës, edhe mosdia, s'po dim, se s'po lexojmë, do më thonë edhe këto se kemi, 2, mosdia, pra ne për ju thamë gjithë, po nëzisi libra, deri sa ju kam thonë të jeni dëshmitar të gjithë ju, kush keni qenë regullisht të na këtu në xhami, jeni dëshmitar se ju kam thonë vitrinat e shpijave shëndronin e librari, jo gruja që shikavun shishet e finxonat aty rend, do fshishet gjona, do kam gjata, do kam shkurta, do kështu, do ashtu, do finxonat zajeqarit e do Tito Velizit që në konë moti porcelani, e tash porcelani bafqe e gjenetit Turkije, se porcelani Kinës e Ispanja. No. Ti rafin e librave, literaturën. E po finxonat përlahna me gruën, përlaju me gruën për qëtë punë. Grua, kemi bo një jetë këtë vitrinë, sëtë ketë me që u kushkoj, gjomat kurinë. Rinë kuzhinë, bre. Në dhomë të fjetjes tja dhe kur të shtrihesh do me parë shishet të zajeqarit e të bafqesa, fener bafqesa. Ti shihe librin, o vlla. Librin shihe. A njësa her të shohish qëfar titull? Tak, sa ta qelish dishka del. Finxonin dil në dhire gjithë ditën shishen, kur gjonës del pa e mush. Libri o gjithë i mushëm. E nëse na kaplojnë që të dyjat, do më thonë veç lezetet, dynjas, jeta, edhe gjahillëki, qka pason pas kësaj, qka vjen pas kësaj, ndëgjonën qka vjen. Fa inda dhalika, nëse ju dehin, nëse ju npin, nëse ju dehin, juve, jeta, kënësia jetës dynjas, edhe ju dehen, mosdia, gjahillëku, fa inda dhalik, atëherë çfarë ndodh? Nuk keni me urdhrua kënd në rrugë drejt. Kërkuj s'keni mi thonë, e të marë. Se jeni të dehur. Dhe s'keni me ndalua as kënd prej rrugës keqe. Hajt bre lel, shoja. Kështu s'tohet. Me pa një njeri të hec, edhe po shkelen një grop të madhe. As i bërtasish, nalu. Ti me makinë, kur të shohish dë njën që ka me hinë shakt, ati ku kanë vjetë shaktin, ku kanë vjedhë shaktin, ki pa ka i kanë vjedhë shaktet. E si të hiem makinë të rrota në ta, dhe mu adel, jo vallahi, jo ndo të autobanit që ka që të më dhaja për qosh, jem nali i këmë këqyrë, shkallë ka më renda në pusit. Aty me hi makina, zotin e rujt, mo. Jo makina, po gjysa makines hinë ta, edhe që ato kanë shku kanë vjedhë. E tash, kur të shohisht ti që po hi që shtu shkej,
Reagosh, shpejt reagosh. O vëlla jem, a zbanë më reagua edhe këtë se në hej, ki me ra në gjëhnem, o vëlla. Kemi ku më reagua, rakia po pihet, kurvnia po shpërndahet, zinaja, pra që i thona na pikana teologjike, korupcioni po bahet, punë të mrapshta boll, e vjedhje po bahet, a pak punë të mrapshta po bahet, Allah i në rujt. Në fund të hadithit po thot Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, wal qaimuna bil kitabi was sunnati kas-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar. E ata të cilët po thot punojnë me Kur'an, me librin e Zotit, edhe me traditën profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e kanë sevapin sikur me pas bon gara me të parët e këtij ummetit, me të parët, me Ebu Bekrin, me Umerin, me Osmanin, me Alin, me sahabët e parë, të cilët janë po thot minel muhajirin wal ansar, muhajirëve të Mekkës dhe ansarëve të cilët kanë bo gara në Medinë. Medinasit, populli i Medinës, çfarë gara ka bo? Kanë bo gara, kur kanë ardhur Mekkasit në Medinë, kanë bo gara kush më shumë po çon muhajir në shtëpinë e vetë me i rujt. Si gara kanë bo. Edhe neve kemi këto gara, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që kemi theksue sot një javë ose sot 2 javë, ndoshta tash cilën xhumë se di e theksova, ky muj është muj i garave, i garuzve. Allahu Gjelle Gjelaluhu për këtë muj, juve ju lavdron të Allahu. E po thot pejgamberi, tregoni Allahut me garat e juja, me punët e mirat juja, me veprat e mirat juja, me sjelljet, me aktivitetet, që le të ketë Allahu Gjelle Gjelaluhu prej neve një material ekspozues që e paraqet para melekve në qiell. Allah i na boft të mirë, inshallah taala. Në hadithin e dytë, që du me theksu para juve, është transmeton Muadh ibn Gjebeli, ai quni i ri të cilit të thej kjo pejgamberit mazdevës, urdhnoni ja Resulallah, urdhnoni ja Resulallah, urdhnoni ja Resulallah, për 2 javë e kemi theksu këtë rast, po thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se juble l'Kur'anu fi suduri aqwamin, kema juble thawb fejetahafet. Ka mu shkrinj Kur'ani në zemrat, në gjoksat e një popullit, sikur që shkatrohet roba, tesha. Teshen kër e veshi shumë, laje vish, çka bon roba? Sosët, tretet, shkatrohet, dopsohet. Kështu pe e bon të ngjashme pejgamberi rastin e Kur'anit, po thot, Kur'ani ka më udopsue në gjoksat e një popullit sikur robat që sosen edhe dopsohen. Çka? Yaqra'unahu, e lexojnë Kur'anin, po thot, shikoni o vllaznit e mi. Yaqra'unahu, e lexojnë Kur'anin, la yajiduna lahu shahwatan wala ladhatan. E lexojnë Kur'anin, po sjanin lezetin e leximit. Vallahi edhe unë e juve për ju tham, që unë lexoj Kur'an çdo ditë, edhe ngoni çka për ju tham. Mend po na hupin djathën shmajt. Ka një herë për i dalë faqës Kur'anit në fund, faqës, kur për këshyri, kur për nala, kur gjonë së mora vesh, për i nisëm për një pinalti të petë. Pse se hiç s'ka marrë vesh, veç më ka bo goja bel, hiç si jem ka një koncentruam aty çka kam lexu. Allah i na rujt për i munafiklëkit. E lexoj edhe se mora vesh çka. Sikur një lexim që e bën veç bel, në fund të faqes, ham spjegon çka more vesh, vallahi si patament, aty veç kam lexuar çashtu. Sytë kanë lexuar, truni se ka analizu fare çka po lexon. Po thot pejgamberi kanë me lexuar Kur'anin edhe s'kan mjani lezetin, qefin e Kur'anit. Jelbesune gjuludit ban, i veshin me dveshëm të mirë, mashallah të barekallah, dveshun me lekur qingji. Kjo një shembull tjetër, nga në këne që ka po thot pejgamberi.
të veshur me lëkura qingji, kjo është alegori në hadith, të veshur me lëkura qingji, zemrat i kanë të ujqive. Në këqyri jashtë qingj, i but qingj, pingasht, pi qingj, i veshën bukur, pedant, mrenda i prishur zemrën e ukit. Pse të ujkit të përmenden? Se uki bën sherr. Allah i na pështoft prej sifateve të liga. Ngo qka po vazhdon të këtë poshtë. Allah i na rujt. Amaluhum tama. Punët qka i bajnat ai popull, vet i ban qështë arrite të qëllimit. Tama. Qështë ta plotësoje mallin, dëshiren e vet. La ju khalituhu khauf. Pas një frikë të Allahut. In kasaru, nëse hiç s'është kërkunt prej feje, thot hajtë si ja bëjmë qarën vim deri ku duhet. Nëse ban punë të këqija, thot hajtë se Zoti na i falë. Sikur që bëdhët populli jonë, hajtë bre, po këta ku të shkojnë kretë edhe une, ku shu këthyje prej ahiretit. Edhe thot në fund, o ina la nushriku billahi sheja, nësemi të i bo shirkë Allahut, hajtë bre. Adin, e qonë me qëtë fjalë, popullor që shqiptar që shfolim na, hajtë bre hoxha e feni, hajtë bre. Ja, nuk është kështu më vlla. Ditët e dynjës po mbaroj, vdekja po na vjen, se cili ka me dhonë llogarin para Allahut subhanahu wa taala. Hadithin e transmeton Ebu Muhammed ed-Darimi. Allah i na i fal gabimet për këtë muaj të Ramazanit, andaj si këshill të Ramazanit si çdo herë, lexoni sa të mundni, ju lutem, dëgjoni Kur'anin në shtëpiat e juaja, mbyllni në këtë muaj të Ramazanit televizorin e këngëve, e të muzikës, po le të jetë leximi i Kur'anit të paktën bile le të dëgjohet, nëse nuk studiohet dhe nëse nuk lexohet prej gojave tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Thoni astaghfirullah, Allah i fal gabimet neve dhe juve. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. Transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, hadith të cilin e përcjell Ebu Naim, po thot ka thonë alayhi salatu wassalam, سيكون آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة. Akhir zaman, çdo sen që nuk është në kohën tonë, që vjen mas 50 viteve, 100 viteve, 1000 viteve, i thënë viteve të fundit, viteve që të vinë, viteve të ardhshme, që sa i kanë thonë akhiri zaman. Kohë e ma vonshme, në kohën ma të vonshme, shqip me përkëthyje. E pleq, tu të na e din këtë fjalë, se prej hoxhallarëve të moqë me kanë një kështu, akhiri zaman. Fjala arab që është akhiri zaman. Në një kohë që vjen ma vonë, në një kohë ma vonë pas nesh që vjen. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një kohë mas meje, kanë me ardhë një popull, ubadun gjuhal. Adhurus po, e adhurojnë Allahun po s'dim të adhurojnë. Adhurim pa dije, adhurim pa ilëm, adhurim me ignorancë. E këto raste kemi, jo individ, po shumë kemi, ditëve këto që kaluan të 10 ditë të Ramazanit, me sigurimi 3-4 telefonata këm pas, për jashtë dhe për mrenda, tu e pyt, çka për na pytin? Sem rahat në shpi, për djalit, për burrit ose për gruas, e ti a dish me qit. Shka me qit? Unë për kuptoj shka po thot ajo femën ose aj mashkull. Na po kem qef, edhe kështu po thot dikush, po të dëgjojmë në internet e në radio, po kem qef të ti më ardhë. Pse? Se ti dish me qit. Stakfirullah. Shka di me qit? Ujnë gotë,
Prej bokallit uj me të qitë? Ja, shka dish me qitë? Palavra, falgjorët e ke pa që e bajnë? Vjenë në për shpija një finxan që shtë, ki mu ban kështu, me burin s'koke kështu, me vajzën kështu, me dhe rrenët e shejtanve. Edhe populli familje tonë në atë deregjet ilmit janë, ju besojnë edhe qatine, shejtanve. Kush i besojnë falgjis, e si hirbazve, kush ju besojnë, kush ju bindët, edhe ju shkon 40 dit nuk i pranohet, 40 dit namazi si bëhet kabul. E po thët, unë e hoqë falëm edhe unë agjeroj. Ani, shka me të qitë ty, me të qitë fare? As zotit të qitë fare. Kuku në qëfar deregje këbira? Kjo është, po thët, akhirës zeman, o badën gjohal, i badet në ignorancë, gjahil, pa ditë kërgjo, ama edhe një qetër sent, shumë i randë për neve është. Wa kurraun fasaka, ama dhe lexues të pa moralshëm. Ma në mend shqip dy fjallë. Adhurus pa dituri, që të amanin mend, adhurus pa dije, s'pa di. Allahu Ekber, unë përsho dhe në gjematin tonë, asë në seqë dhe s'pi prekin të gjitha gjymtyrët, 7 gjymtyrët që ka, as duan e zanit s'pedi veç po vjen, kër pëknon e zani piqon duhet, shtu dhe pi fshin. Kusht ka thonë ty mi qu edhe me fshin trupin, kusht ka thonë, po e pashtë atë një plak. Udri ka koznash. Që kjo a kuptuat që të fundit? Ha, zmahat kështu o vlazën, dituri, o djem. Dije, po duam dituri. Ama dhe sifati tjetër Allah i narujt, kurraun fasaka, djetar dhe lexues të pa moral shumë të pa ndershëm. Kjo janë dy veti Allah i na pështoft prej dyjave. Allah i na bën të ditër lexues edhe na bën djetar edukus. Allah ju pështoft juve, neve të gjithë, ne pështoft prindet tonë, vllazërit e motrat e hallat e tezët e farefisin, ne pështoft e vlat tonë, vajza e djemë, nipa e mesa. Allahu na uzoft në këtë din tamam me dituri dhe me adhurim. Allahu Gjelle Gjelalu e bëft edhe Kur'anin edhe agjerimin shefat për neve ditën e kiametit. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا من لدنك علما يا رب العالمين اللهم زد لنا من لدنك علما يا رب العالمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ردنا وشبابنا إلى دينك ردا جميلا اللهم تقبل منا الصيام والقرآن يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون